Sara, ti tani je një personazh që ty publiku, ta them shumë sinqerisht, të ka shumë gjanë. Dhe shpesh herë ata me zi presin përgjigjet që ti na jep në intervistat e tua të si qeta, pa filtra, që në të shumtën e rasteve ato bëhen meme. Dhe kujtoj vitin 2024, lidhur me çështjen e make-upit, ti ke qenë memja e vitit. Tani për këtë arsye, nga publiku, ata kanë gjallur reagime se duan të dinë më shumë për ty. Unë me thënë vërtetë nuk jam lyj tani se jam natyrale. Jo, nuk dua të pyes për këtë. Sara, ku ke lindur ti? Në Tiranë, në Lidem. Në çfarë viti? 86, 30 orë, i 12. Të lumt. Ke mbaruar studime? Ja, e kam lënë den 7 se theva kamën në shkollë. Si ka qenë marrëdhënia jote me prindrit? Shumë e mirë, shumë e bukur. Çe ke pse prekesh, Sara? Sara, o Gerta. Ka gjë, se unë kam gjanë, unë prandaj e kam gjanë. Çka ka ndodhur? Në çfarë moshë nuk i ke pasur më prindrit? Tani, Në moshën 8 vjeçare? ja, tani vonë, të dy, po, kanë vdek. Për shkak të moshës edhe të sëmundjeve? Mosha, jo smutje. Preken këto gjëra. Patjetër. Po mirë, pas kësaj kohe, më trego pak si vazhdoi jeta jote. Njofta i qunë edhe bëra gocën sot. Para se të njihje këtë çunin, Kalamami kam qenë, si gjithë kalamajt. Kam lujt me kukla, kam shku në shkollë, i ta. në çfarë moshe u njofe me këtë djalin? 9 vjeqe, Ti ishe 9 vjeçe atëherë. po a i 15. Ani më trego pak çfarë emocionesh keni kaluar bashkë, ku u njofët? Në plazh, në det. A i lunte vetëm edhe unë shkova për lujt me ta e njofta. Ishto dhe sot kam gocën me ata. Po si të propozoj? Nuk më propozoj ai, po lujtëm bashkë, aty na bashkoj dhe Zoti, se është edhe Zoti mbi Kur luajtët bashkë kishit shok, në momentin që ai të propozoi të kishit diçka më shumë. Shok. Kur ndodhi? Po, ja 2 vjetë mrapa, Trego pak atë momentin ku ishit, si të tha. në plazh. A pranon thot bash gruaja e jetës e imja, kur bëri 20 vjeçët. I thashun qa gruja, qa është mu martu me u dashuru me dikes, s'dija, nuk dija. E kisha për herë të parë, aty pastaj bëra gocën, sot. Trego pak pastaj puthjen e parë. Nuk di me puth, jam kundra. A nuk e puthe ti? Ja, i pa, po unë ja. Jam kundra. Sa vite keni bashkë? Unë kam, a i sot është 24, unë jam 39. Dhe që nga kjo kohë ju s'jeni puthur asnjëherë? Jo, puthemi kështu, se kam bë gocën unë me të. Si më se puth burin. Si keni bërë gocën? Ashtu si e bën natyra. Si ç'bëhet. Në çfarë moshe ke qenë ti? Tani me e bëra 38, 39. Tani e kam gocën 1 vjeçe, po mbush. Po mirë, Sara, gjithë publiku ty të shef me një personazh tjetër, të cilin do e kemi pak më vonë dhe ju do jeni të dy. Për Kevin, për Denin. Jo, thjesht shoqëri TikTok-u, nuk kam gjë me Po ju këtë. jeni non-stop bashkë. Po rrim se unë nuk i di rrugët. Akoma si ke mësuar në Sara? Ja, si kam su akoma rrugët. Po Kevi kush ishte? Kevi Adeni, a i budalaj, ka shku ka kap vajzën e vetë, ka rraf policia dje. Ja, dari mesazh. Burim duket. Është telefoni Gonit. A, mos i ka radhe imi, se këshu bin mesazhe. Ka një zile. A Dari ku bëhet dhe vajzën tuaj kush e mban? Vajzën e kam në një vend shumë të sigurt, a Dari janë Turqi në ndërtim. Po në ndërtim. Erdhi kur linda vajzën, edhe iku, se ikën ai me avion posaçe. Erdhi dhe për Bajram, do vi dhe për Bajram këtë vit, edhe do iki sa në punë. A kujdeset ai për ty të sjell të ardhur, lek, Nuk i ushqim? dua unë i jap ati, jo ai mu. Po çfarë jep me Sara, ti s'ke asgjë? Kur kam në i gjë kështu, në i lek që të vogël. Sa lek të vogël, se unë di që ti nuk e njeh lekët.
Po nuk i njoft tani mendimin e dikuj. Me 2000 lekë të vjetra që jep ti ai, se pret do të biletën e avionit. Po ja, ashtu, si ka mundësit edhe Donald Trump nuk i ka mundësit si ne. Mos e shiko Donald Trump pa shoh. Ashtu, a? Kara krizë. Mirë. Tani më duhet të ftoj pak mikun tënd. Sepse ti je personazhi që shifesh më tepër me Sarën në krah të Sarës. Madje në fillim fare Sara ka qenë ka përdore me ty, e kanë filmuar si çift, nuk e di rrugën. Pra pështu kap në neve me Sarën, unë Sarën e respektoj, e kam gjithë shka. Pse e respektoj Sarën thushti? Sara rrugët nuk e din. Sara është e vujtur, ka kalu trama shumë të ndryshme. Jo, ja s'kam kaluar që atje shumë të vdek prindri. Atë pra po them në Sara, atë po them Sara. Si as e para se fundit. Unë Sarën e respektoj. Sara është shumë e mirë e qetë, e qeshur, e lumë të rëgëzuar. Andë Sara nuk e leja si herë vetëm me shumë momente. Ka shumë quna që e kanë gacmu Ka shumë quna që e kanë gacmu Sarën. Ka shumë quna që e kanë gacmu. Këna përfundu edhe në për komisariate. Si e ngacmojnë Sarën, kush dhe pse? Po, Ja ta pyes. Si të kanë Ka propozuar? quna që më propozojnë, unë i kam denoncu polici, edhe policia i ka marri ka raf, i ka dënu, një zolim edhe i ka Operacionin e në kena lonë në burg. tjerë. U bo ka 4 vjetë që o mrena. Në prap, kush do që da ta gacmoj Sarën, unë jam i gatshëm t'i buj video në ta qëj në komisariat ose në drejtorinë e Tiranës. Neve kena pas i takim në repsisht me drejtorin e policisë të Tiranës, edhe na ka thonë shumë herë. Kush do që t'ju gacmoj juve, ju keni civila nga mrapa, nuk godzoj njëri t'ju gacmoj. Na ka thonë drejtori i përgjithshëm i Tiranës, tuki Brigulanët, që o drejtoria madhe Tiranës. Kena qenë edhe kemi slujmë shyri nga ka qo, bële sa qepi edhe civila nga mrapa, bële sa të që nga gacmun, i shëqëroj policia në komisariat. Dje rafën Ki katra. Denin më që thosha unë lash Denin ka pa tjetrin, kishe kap vajzën e vetë, i te ka bë. Mos e Ti sa pas, ke ndërruar kështu, se lash njëri zura tjetër? kam pas shumë quna unë, po ky është i funit Adari, fati jetës. Sa çuna ke pas? Kam pas mbi shumë quna, se kam qenë shumë e pashme. Ti qenë? Jo kështu dashurie, po pëlqime. Ata linë lesht për ty. E lesh të kaptinës. Denin kishi rravë tje. Policia.